Një ngjarje e trisht ndodhi me 1 prill në Kaçanik. Muhamet Lika, pjesëtar i policisë së Kosovës me të kthyer nga puna, u vra në gjysmë të natës, në shkallët e banesës së tij nga 2 persona që për organet e rendit janë ende të panjohur, ashtu si edhe motivi i kësaj ngjarjeje. Organet e rendit bën të ditur se personat e dyshuar janë në Arati. Ekipi nacionales qëndroi sot gjatë tërë ditës në këtë qytet. Në ka mirë puna. Kështu se njosi, s'kum pos mua vetë ata vetë di që ka punu me Rufkien, ka punu në Lozana, për para. Në fakt edhe unë përmosh një çudi në rastin e tij, për shkak se ka qenë një zyrtar policor, jo vetëm se ka qenë një zyrtar policor, por ka qenë një person, po them, një njeri mjaft edukuar dhe absolut nuk kemi ndëgjuar asnjëherë ndonjë rast vetëm të shqetësime që ka ndodhur nga ai. Për ata edhe për neve ka qenë një rast i befasishëm, po si të tjetë, uroj që ky rast të jetë rasti i fundit, sidomos kësaj ngjarje. E në anën tjetër, familja Lika kishin hapur dyert për të pame në fshatin e tyre. Ka qenë ushtar i mrekullueshëm, në polici u kon i mrekullueshëm, ka qenë edhe njësi speciale në Mitrovicka me mujtë të tëra. Këtu ka qenë shembull, nuk kam fjalë, nuk di çka tham për ta, pse erdhi deri tek kjo. Vlen të theksohet se të ndjerit Muhamet Lika në vitin 2021 ishte djegur lokali që e kishte në pronësi. Është djegur lokali i rreshterit në fjalë. Ne nuk kemi mundur deri më tani të paktën të ndërlidhemi ndonjë motiv apo ndonjë arsye apo ndonjë shkak që do të ishte djegja e lokalit me pjesën e vrasjes,